lokal dhe media ka marrë mbledhjen me 17/10/2018 ka shqyrtuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03/L/064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës dhe ka kërkuar që ky projekt ligj të miratohet në parim, po në komision ka pas edhe debate, cilët debate janë reflektuar për shkak që ngjall ndjenjat nacionaliste, prandaj me këtë kërkesë nuk është pajtuar komisioni, me këtë kërkesë ose këtë pikë që kjo festë 28 qershori të jetë festë zyrtare në e serbëve në Kosovë është në kundërshtim me ndjenjat dhe rregullimin shtetëror të Kosovës, prandaj ajo është një çështje që duhet të takojë akademikëve shqyrtim edhe tërësishëm kësaj çështje, për shkak se 28 qershori është një luftë ballkanike e vitit 1389 që është bërë në koalicion, ku kanë marrë pjesë të gjitha kombët aty në atë kohë. Aty kanë marrë pjesë shqiptarët, kanë marrë serbët, bullgarët, polakët, hungarezët, romunët, edhe në atë betejë gjithë kanë marrë pjesë, kështu që është një koalicion i përbashkët, nuk ka aty gjithë koalicioni ballkanik ka hup. Do thotë është vra Princ Lazari, është vra po ashtu dhe Sultan Murati, të dytë edhe një betejë e humbur, sot kërkohet festohet një betejë e humbur, është një çështje ndoshta një mentaliteti të kaluar të mesjetës, por megjithatë ne duhet ta shqyrtojmë. Komisioni ka shqyrtuar dhe kërkon që kjo pikë 28 qershorit i metat historisë dhe akademikëve në ta shqyrtojnë, ata na japin propozimet, tani na kena mundësi të bëjmë miratim. Ndërsa te kërkesa e egjiptianëve si festë zyrtare, dita e tyre është miratuar në parim bashkë me 6 shkurtin si festë zyrtare po ashtu e komunitetit serb në Kosovë. Prandaj kërkojmë që në parim ta procedojmë me vërejtjet e komisionit që 28 qershori nuk është pajtuar të kalojë dhe besoj që duhet i metet pjesë e historisë akademikëve shkencës, ata ta shpjegojnë këtë çështje e jo të marrim na me festa zyrtare që do të ngjallë ndjenja nacionaliste në Kosovë, që do të na ripërtri edhe një herë kujtesën e luftave në Kosovë, edhe bisedat edhe takimet e Miloševićit në Gazimestan. Kjo është një ndjenjë që ngjall urrejtje, prandaj po kërkojmë që kjo të largohet, atë procedojmë me festën zyrtare të serbëve, të cilët e kanë gjatë shkurtin të vitit 1835 që kanë harru tamam datën për shkak se është 6 shkurti 1805, betejë e parë ose lufta kryengritja e parë e serbëve që është bërë atë kohë, dhe betejën e Gazimestanit Talem Anash. Ndërsa për egjiptasët po ashtu të njëjta kërkojmë që të miratohet parim, ata kanë secili të drejtën e festës së tyre zyrtare. Faleminderit Igor Simić ka kërkuar fjalën sigurisht për replikë. Apo për shtesë diçka se kuptova po reagim pat. Vrlo kratko, ne znam sad da li je stvar prevoda, ali mislim da je kolega Hasani rekao neki 6. februar, mi taj datum nismo tražili. Kao rođeni Srbi ne znam ni koji je dan tom 6. februara uopšte značajan u srpskoj istoriji, tako da se mi sa tim ne slažemo. Zakon je vrlo jasan i kaže da predlozi za memorijalne dane svih etničkih zajednica na Kosovu dolazi od predstavnika tih zajednica. I mi ne možemo da menjamo nešto što se desilo pre 600 i više godina, to je bio taj dan i ono što mogu da kažem, ja bih volio da podržite, jer nema apsolutno nikakvu političku konotaciju, niti ima namjeru da bilo koga vređa od bilo koje etničke zajednice na Kosovu. Imali mi taj datum u ovom zakonu ili ne, dve stvari će ostati zapisane. Jedne da će Srbi i dalje slaviti taj datum, a drugi da je to istorijska činjenica koju ne može da promeni da li postoji kao deo zakona ili ne. Hvala vam. Igor, zotri Igor, kishin mirë këta në dytën e rasplav, aty që vjen me shiqu. Na me shku në leximin e parë, tani në dytën e bisedonin komision parlamentar, për arsye se këta shtu e zaurun në kuvend, vetëm mund zgjatët, po në dytën lexim pastaj mundësisht me arrit një kompromis edhe me kalu diçka çka është ndjenja, respekt, do të mundohemi gjithë bashkarisht i festojmë. Tëna datat jenë tonët, krejt bashkë. Beton, po është Naiti, po Naiti prap ka reagim, pastaj beton bëhesh gati. Faleminderit kryetar, ne nuk jemi kundër festave zyrtare të askujt, të asnjë kombi, asnjë pakicë që jeton në Kosovë,
dhe na jemi për festën zyrtare që ta ketë komuniteti serb në Kosovë, 6 shkurtën që ata kanë prezantuar, por nuk jemi për festën që tjetë festë zyrtare 28 qershori si festë e serbëve, se ajo është një betejë vallkanike, prandaj nuk i takon serbëve ta kenë ata festë zyrtare. Faleminderit shumë. Zoti Berisha ka fjalën betoni. Faleminderit i nderuar kryetar, nën kryetar, kolegë deputet, të gjithë ju të pranishëm. Pikërisht e mora fjalën për të kërkuar mbështetjen e gjithë juve në përkrahjen parim të projekt ligjit dhe për shkak që unë kam qenë propozues fillestar për amandamentimin e këtij projekt ligji, me që rast kam nisë procedurën për të amandamentuar dhe të shtu ditën 24 qershorin ditën nacionale të komunitetit egjiptian, si ditë e cila ka mungu që nga ekzistimi i këtij ligji dhe çuditërisht ka mungu kjo datë. Ne nuk dëshirojmë që të shënojmë këtë ditë dhe të interpretohet që po shënojmë ditë në formën ilegale, kërkojmë mbështetje dhe është një ditë e cila vërtet na takon. Pse po kërkojmë mbështetje dhe po kërkoj sqarim edhe zgjidhje të kësaj çështje, sepse për tretën herë vjen dita nacionale e komunitetit egjiptian dhe zakonisht nuk kalon jo për shkaqe për të ditës nacionale të komunitetit egjiptian, por për shkaqe të cilat janë të lidhura me ditë tjera dhe datë tjera. Unë normalisht e përkraj se cilën ditë të secilit, por vërtet duhet kemi mirëkuptim dhe të harmonizojmë dhe në këtë rast të përkrahet në parim, sepse ka 3 vite që ky propozim i imi nuk kalon për arsye dhe për shkaqe të tjerëve dhe pikërisht kërkoj që të mbështetet dita nacionale e komunitetit egjiptian. Faleminderit kryetar. Faleminderit shumë. Atëherë nuk ka deputet paraqitur as përfaqësues grupe parlamentare. Për këtë projekt ligj procedurat dihen se si janë, duhen të paktën 61 vota për, edhe këtë duhen të paktën të jenë 11 vota të komuniteteve. Në momentin kur e kemi shumicën, 61 shumë shpejt do të bëjmë 61 për arsye se 6 plusi është duke ardhur dhe 6 deputet, pastaj shkojmë edhe në votimin se i kemi edhe këto pikat e rendit ditës, cilat janë, nuk po e bëj tash në votim fare, për vetë faktin se si janë 61 deputet aktualisht. Edhe futemi në votim. Shqyrtimi i parë projekt ligjit për referendum. Komisioni Funksionale dhe Legislacione e ka shqyrtuar projekt ligjit dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Ftoj kryetarin e komisionit, në fakt, faton të pallën cilësinë e propozuesit ta paraqesë dhe arsyetoj projekt ligjin. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuara deputete, të nderuar deputet, sot kam kënaqësinë e veçantë që para jush të paraqes respektivisht para Kuvendit të Kosovës projekt ligjin për referendum. Ashtu siç dini të gjithë, referendumi paraqet të nivelin më të lartë të demokracisë në një shoqëri përparimtare. Ligji për referendum është një instrument i cili bën të mundshëm implementimin e vullnetit qytetarëve të vetëdijshëm e aktiv, qytetarëve të cilët me nënshkrimin dhe votën e tyre insistojnë, angazhohen për ta bërë vullnetin e tyre realitet. Referendumi është gjithashtu një instrument i mirë jo vetëm për demokracitë e zhvilluara, por edhe për demokracitë më pak zhvilluara siç është e jona, për shoqëritë me politikanë dhe grupe politike të korruptuara, për parti politike me tendenca autoritare, për grupe interesash që posa kapin pushtetin i harrojnë të gjitha premtimit që i kanë bërë, për grupe që ndjekin vetëm interesat e ngushta grupore dhe në këtë mënyrë me njëherë pas zgjedhjeve eliminojmë për 4 vite me radhë qytetarët e Kosovës duke i përjashtuar nga vendimarrja politike. Referendumi sigurisht që është një instrument kundër kapjes së shtetit. Referendumi është gjithashtu një instrument kundër monopolive politike e ekonomike. Është një instrument kundër shkeljes së të drejtave të njeriut, i cili fuqizon qytetarin.
Ligji për referendum është gjithashtu një përgjigje kundër demagogëve, që do të qofshin ata, demokrat, social-demokrat, nacionalist, shovinist e kështu me radhë, që të mos manipulojnë me temat caktuara dhe të mos flasin në emër të popullit pa e pyetur asnjëherë popullin. Me ligjin për referendum, kushdo që don të di se çfarë mendojnë qytetarët, çfarë mendojnë populli, kanë mundësinë ta pyesin atë, ta marrin mendimin e tij dhe tek atëherë të flasin për temat caktuara në emër të tij. Pra, referendumi është përgjigja dhe instrumenti kryesor kundër demagogëve. Referendumi është një instrument të shkëlqyer edhe për partitë opozitare të cilat mund të kenë ide të shkëlqyera, por në mungesë numrave si pakicë nuk mund të implementojnë idetë e tyre. Pra, referendumi, thënë shkurt, është aja e demokracisë. Tani më leni që me pak fjalë të shpjegoj projekt ligjin për referendum. Në pjesën e parë të shpjegimit tim u përpoqa të them disa nga arsyet pse referendumi është i rëndësishëm. Së pari më lejoni të shpjegoj që e drejta e referendumit është e drejtë e parapar me Kushtetutën e Republikës Kosovës ndeni 65.3. Ne kemi ligjin për referendum në nivelin lokal, por nuk kemi ligj për referendum në nivelin nacional. Projekt ligji për referendum të cilin Partia Social-Demokrate i paraqiti kuvendit sot, është përpiluar nga një grup ekspertësh të pavarur, të cilët kanë dashur të mbeten anonim, por thjesht të bëjnë një shërbim atyre grupimeve politike që konsiderojnë si vlerë të drejtën e referendumit. Ligji për referendum ka qenë përpiluar në gjuhën angleze dhe është përkthyer në gjuhën shqipe. Projekt ligji për referendum ka gjithsej 22 nene. Ky projekt ligj paraqet 3 mundësi të referendumeve. Referendumi shfuqizues i cili mundson shfuqizimin e një ligji ose një pjesë të një ligji. Referendumi konsultativ i cili mund të iniciohet nga kuvendi ose presidenti. Në këtë rast, iniciuesit e një referendumi të tillë kërkojnë mendimin e qytetarëve të Republikës Kosovës për një çështje të caktuar. Referendumi konsultativ nuk është obligues për kuvendin. Pastaj kemi dhe referendumin kushtetues, i cili mundson që kuvendi i Kosovës me 2/3 e votave të organizojë një referendum për ndryshime kushtetuese, duke përfshirë edhe 2/3 e imuniteteve dhe vendeve të rezervuara. Qytetarët e Kosovës, 12 iniciues duhet të mbledhin 100.000 nënshkrime për të votuesve të regjistruar në listën zgjedhore për të organizuar një referendum. Unë nuk po ndalem në detajet e ligjit, sepse ligjin e keni para jush. Për fond dua të shtroj edhe 3 çështje. Projekt ligji që kemi shtruar para jush është në formën që është përpiluar pra pa ndryshime. Jemi përcaktuar të mos bëjmë ndonjë ndryshim për shkak që ligji në formën që është përpiluar mbështetet deri në fund në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ndryshimet kualitative mund të bëhen vetëm nëse do të kemi një shumicë parlamentare. Pra, për të gjitha temat delikate duam të vendosim bashkarisht dhe plotësimin dhe ndryshimin i ligjit vjen si kompromisi përbashkët të gjitha grupeve parlamentare. Edhe unë edhe PSD-ja jemi të vetëdijshëm për problemet që dalin nga neni 81 i Kushtetutës, i cili për çështje të caktuara pretendon të mbyll gojën sovranit. Kjo problematik shprehet pak më shumë tek neni 13 i projekt ligjit që keni para jush. Këtë çështje, pra këto dilema kemi menduar që duhet t'i zgjedhim bashkarisht me njëri tjetrin. Në fund të fundit, edhe nëse arrim të zgjedhim problemet që dalin nga neni 81 i Kushtetutës Kosovës, të cilat përdoren në Kushtetutën e Atisarit të miratuar nga deputetët e Kuvendit Kosovës, projekt ligji duhet të aprovohet dhe ligji për referendum duhet të implementohet. Kosta e referendumit është 5.1 milion euro. Ndoshta kjo mund duket shumë që është një kosto shumë e lartë, por kur merret parasysh që me referendumet caktuara mund kursehet 5 fish, 10 fish buxheti i Republikës Kosovës, atëherë duhet thënë që kjo kosto nuk është fare e lartë. Në fund lejoni edhe një herë t'ju ftoj të gjithëve
që ta votoni në parim projekt ligjin për referendum dhe pastaj bashkarisht të gjitha grupet parlamentare të paraqesin propozimet tona për ndryshimin e ligjit, sepse është një prej ligjeve bazike të demokracisë. Jam shumë i vetëdijshëm që ka edhe vende të cilat nuk e praktikojnë të drejtën e referendumit për shkak që mendojnë që qytetarët nuk janë në nivelin e detyrës për të votuar për çështje të caktuara. Unë këtë e konsideroj demagogji, sepse nëse qytetarët e Kosovës votojnë një kuvend i cili sjell këto vendime çfarë sjell, atëherë ata janë shumë të vetëdijshëm dhe mund të vendosin edhe për çështje të komplikuara dhe në fund të fundit sido që të jetë vendimi i tyre është vendim i shumicës, pra është vendim demokratik. Faleminderit. Faleminderit. Në emën Komisionit Funksional, zotërio Hajdar Beqa. Faleminderit kryetari i Kuvendit zoti Veseli, nderuar deputet, nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Komisioni për Legjislacion, duke u bazuar në nenin 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 16/10/2018 e shqyrtoi projekt ligjin numër 6L096 për referendum dhe vendosi që Kuvendi të paraqes këtë rekomandim. Të miratohet në parim projekt ligji për referendum. Komisioni për Legjislacion mandate imunitetet rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion e ka shqyrtuar, por edhe pse kem pas një debat që ligji të jetë më përmbajtësor, edhe nga aspekti edhe përmbajtësor, po edhe teknik, ne kemi përkrahur dhe i rekomandojmë Kuvendit që në këtë fazë ta përkrajnë ligjin e propozuar nga Partia Social-Demokrate. Nëse më lejohet kryetar, edhe në emën të Partisë Demokratike, e kisha vazhduar. Atëre, nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, grupi parlamentar i Partisë Demokratike e ka shqyrtuar ligjin për referendum, është për të vlerësuar ideja e sponsoruesit si ide e mirë, por e thash edhe më herët, ky ligj ka probleme në aspektin teknik dhe në aspektin përmbajtësor, besoj që edhe sponsoruesi pajtohet, do thotë kur them probleme në aspektin teknik, nga ajo pjesa e propozimit ligjit që duhet me qenë në formë tabelare, do thotë është vetëm si një draft i propozuar, por konsideroj që edhe grupi parlamentar mes dy leximeve do të jap kontributin e vet, po dhe si Komision për Legjislacion jemi zotuar që pasi të kalon në seancë plenare ta bëjmë një grup punues gjithë përfshirës nga gjitha subjektet politike, pasi ky ligj është me rëndësi të veçantë dhe është i domosdoshëm për Republikën e Kosovës dhe qytetarët dhe do ta japim kontributin në mes dy leximeve. Si këtë rast në emër të Partisë Demokratike i ftoj kolegë deputet që ta përkrojnë në parim. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, në emën grupe parlamentare, Frashër Krasniqi nga Partia Social-Demokratike. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, Partia Social-Demokrate si iniciuese e këtij projekt ligji normalisht që e mbështet fuqishëm dhe i kërkon gjithë deputetëve ta votojnë, po ashtu ne kërkojmë në mënyrën më të sinqertë dhe me respekt nga partitë opozitare që të kthehen ta votojnë së paku këtë ligj. Kemi raste kur partitë opozitare janë kthy për me votu ligje të caktuara, që i kanë konsideruar që janë më të rëndësishme se ligje tjera. Ne konsiderojmë që ligji për referendum është më i rëndësishëm se gjitha ato ligje për cilat partitë opozitare janë kthy në kuvend për t'i votu. Pra edhe më i rëndësishëm edhe se ligjet tjera, po edhe se ato që ata i kanë vlerësuar më të rëndësishme. Ligji për referendum është realizim konkret i idesë që disa prej neve kemi në politikë tash 13 vite. Pra drejtës, realizimit të drejtës për vetëvendosje të qytetarëve të Republikës Kosovës. Është paradoksale që në këtë moment të mos jemi bashkë gjithë deputetët, edhe të pozitës, edhe të opozitës, që ta votojmë një ligj i cili politikën ose vendimarrjen në politikë e kalon edhe tek qytetarët e Republikës Kosovës. Kosova ka pas shumë problem deri sot me vendimarrje jo demokratike, duke qenë se partitë caktuara politike kanë marrë vendime
përkundër vullnetit të qytetarëve dhe të elektoratit të vetë aty në partive shpeshherë, dhe ky ligj e ndron këtë praktik duke e faktorizu vetë qytetarin e Republikës Kosovës. Prandaj është ligj shumë i rëndësishëm. Unë i ftoj edhe njëherë partitë opozitare, po edhe deputetët e tjerë që po mungojnë që të kthehen në seancë për ta votuar këtë ligj dhe mos ta lëjnë peng për shkak të inateve partijake realizimin konkret të drejtës për vetëvendosje të qytetarëve të Kosovës. Prandaj, normalisht që ne do ta mbështesim dhe po e rrithem, po i riftoj, po i lus partitë opozitare të kthehen, sepse për ndryshe kjo do të përbënte një lloj hipokrizie politike nëse nuk kthehen për ta votuar këtë ligj. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Demalia e ka fjalën. Përpos problemeve teknike që i ka projekt ligji, edhe në komision jemi zotuar se do të punojmë bashkarisht, edhe mbështesim projekt ligjin, do ta japim kontributin tonë brenda 2 leximeve. Faleminderit shumë. Bilal Sherifi ka fjalën. Faleminderit, zotë kryesues, po edhe nisma në komision i ka dhënë mbështetjen parim ligjit, i kemi dhënë disa vërejtje të cilat konsiderojmë se duhet merren parasysh dhe besoj që mes 2 leximeve do të arrijmë që të gjejmë një pajtueshmëri mes grupeve parlamentare që në lexim 2 ta votojmë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë edhe kjo pjesë mbetet votim, momenti kur i kemi 61 deputet, shumë shpejt do të jemi 61 deputet. Lus deputetët qëndrojnë sallë për arsye se do të hyjmë proces të votimit. Janë një pjesë e madhe në bufe, një pjesë janë në zyre. Shqyrtimi i parë i projekt ligji për të drejtën ndërkombëtare private. Komisioni funksional për legjislacion e ka shqyrtuar projekt ligji dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Ministri nuk është këtu prezent. Ministri kujtim Gashi e ka fjalën. Nëmët Ministri Tabelar Tahiri, është praktik ku kanë drejt ministrat me jau bart ministri tjetër për propozimin me ja para Kuvendit, projekt ligjit. Faleminderit i nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Veseli, të nderuar deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, kam kënaqësinë që të paraqes për shqyrtim dhe miratim projekt ligjin për të drejtën ndërkombëtare private, i cili do të zaventësoj ligjin aktual për zgjedhjen e konflikteve të ligjeve me dispozitat e shteteve tjera, ligj ky i cili ka mbetur trashëgimi juridike e sistemit kaluar. Rregullimi i marrëdhënieve private me element ndërkombëtar nuk ka qenë kurrë detyrë lehtë e mbi të gjitha paraqet fushë në të cilën nuk i është kushtuar vëmendje e mjaftueshme. Sido që të jetë, shoqëritë moderne nuk mund të lejojnë mungesë interesimi në këtë segment, gjë që është evidente nga debatet e shumta sidomos në nivelin e Bashkimit Evropian. Artimi i projekt ligjit për të drejtën ndërkombëtare private paraqet nevojë imediate e kjo përrit të rregullimit të marrëdhënieve civile, qoftë aftyre familjare, trashëgimore, pronësore, sendore apo tregtare të cilat në vete përmbajnë element të huaj, qoftë në subjekt, objekt apo në të drejtën dhe detyrimet. Gjatë artimit të këtij projekt ligji, Ministria e Drejtësisë është nisur nga nevoja e harmonizimit të normave ligjore me zgjidhjen e miratuar brenda Bashkimit Evropian. Në vijim ju njoftojmë me çështjet kryesore që parashihen me këtë projekt ligj e që janë si në vijim. Përcaktimi së drejtës së aplikueshme e cila do të aplikohet në marrëdhënie të caktuar civile me element ndërkombëtar. Kështu, ky projekt ligj përcakton rregullimin se cili ligj do të aplikohet në marrëdhëniet e caktuara civile atëherë kur ekziston elementi ndërkombëtar. Projekt ligji trajton çështjet familjare dhe përcakton një bilans ndërmjet aplikimit të së drejtës së caktuar në bazë të shtetësisë dhe të drejtës së vendbanimit të zakonshëm. Po ashtu projekt ligji në mënyrë të konsiderueshme zgjeron fushëveprimin e autonomisë së vullnetit të palëve, duke garantuar këtë të drejtë në shkallë të ndryshme edhe në rast të divorcit. Pronës së përbashkët të bashkëshortëve
ushqimisë dhe marrëdhënieve jo kontraktore dhe është në pajtim me konceptin e së drejtës ndërkombëtare private evropiane dhe konventet së Hagës. Projektligji rregullon po ashtu pikat e lidhjes në bazë të cilave vendoset aplikimi i të drejtës së caktuar për kontratat veçanta, siç është ajo e transportit të mallrave, transportit të udhëtarëve, kontrata e konsumatorëve, kontrata individuale për punësim dhe është në pajtim me rregulloren e Bashkimit Evropian për marrëdhënie kontraktuale. Të nderuar deputet, bazuar në rëndësinë dhe nevojën për avancimin e legjislacionit në fushën e marrëdhënieve private me element të huaj, ju ftoj ta miratoni këtë projektligj. Ju faleminderit. Faleminderit. Hajdar Beqaj në emër Komisionit Funksional. Kryetar, po flas se opozita, po kryetarja komisionit dhe partia sojnë ma shumë me korrespondencë në parlament se so të rregull, kështu se dhe kanë pushim. Faleminderit. Komisioni për legjislacion duke u bazuar në nenin 56, paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 23/10/2018, e shërtoi projektligji numër 6L101 për të drejtat ndërkombëtare private dhe vendosi që Kuvendi t'i paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet në parim projektligji numër 6L101 për të drejtat ndërkombëtare private. Komisioni për legjislacion, mandati, imunitete, rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion para shqyrtimit të parë të projektligjit në mbledhjen plenare duke vepruar në pajtim me nenin 56 paragrafi 2 rregullores së Kuvendit, e shërtojnë parim projektligjin e theksuar dhe konstatoj se projektligji i plotëson kushtet që t'i procedohet Kuvendit për shërtim dhe miratim në parim. Për këtë arsye rekomandoj Kuvendit shërtimin dhe miratimin e projektligjit në pajtim me rregulloren e Kuvendit. Nëse më lejohet kryetar dhe në emër të Partisë Demokratike, Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shërtuar projektligjin. Sa i përket projektligjit për të drejtat ndërkombëtare private, ju njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shërtuar këtë projektligj, të cilin e vlerësojmë si të nevojshëm dhe mandej të domosdoshëm. Nga se rregullimi i marrëdhënieve private me elemente të huaja konsiderohet çështje me shumë rëndësi, andaj duhet përgëzuar Ministrinë e Drejtësisë, në respektivisht Ministrin e Drejtësisë për këtë çështje që u ka qasur në mënyrë meritore. Për më tepër vlerësojmë se projektligji për të drejtën ndërkombëtare private meriton të përkrahet për të paktën 2 arsye themelore. Arsyeja e parë është rregullimi i kësaj çështje konsiderojmë se korrespondon me nevojat e shoqërisë kosovare dhe njëkohësisht mundson përqafimin e vlerave evropiane brenda legjislacionit vendor, që është edhe interesi i përgjithshëm i institucioneve tona. Për aspekti dytë është si të tillë rregullat e inkorporuar qartësojnë aplikimin e të drejtës meritore, por edhe të jurisdiksionit në të gjitha fushat civile. Andaj, grupi parlamentar i Partisë Demokratike përkra në parim këtë projektligj dhe do të angazhohet me dhënë kontributin e vet mes 2 leximeve. Faleminderit. Faleminderit. Shkumim Demaliaj në emër të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Faleminderit kryetar, edhe grupi parlamentar i Aleancës për Armërinë e Kosovës mbështet në parim projektligjin për të drejtën ndërkombëtare private dhe kontributin do ta japim midis 2 leximeve. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë edhe ky projektligj pasi s'ka të paraqitur për diskutim, do të në momentin kur bëhen 61 deputet, ka mbaru debati, do të bëjmë votim. Shërtimi i parë i projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga dotja, Komisioni Funksional për Bujqësi e ka shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendi i ka rekomanduar miratimin e tij. Në emër të Ministrisë Mjedisit, ftoj Ministrin e Kulturës që ta paraqesë projektligjin. Faleminderit të nderuar kryetar, të nderuar deputet, duke pas parasysh rëndësinë e këtij ligji dhe natyrisht harmonizimin e këtij ligji edhe me ligjet e Bashkimit Evropian, i cili ka për qëllim mbrojtjen e ajrit nga dotja, edhe natyrisht të pas gjithmonë parasysh ndotjen e madhe që ka ndodhur vitin e kaluar, por edhe viteve të kaluarën, ju ftoj që ta votoni këtë projektligj për faktin se ka një rëndësi të veçantë edhe për mbrojtjen e ajrit nga dotja. Faleminderit. Jemi në pikën e 6 të rendit ditës. Në emër të Komisionit Funksional, zotëriu Muharrem Nitaj, fjalën e ka.
Faleminderit kryetar, Komisioni Funksionale ka shqyrtu projekt ligjin në lexim të parë dhe e ka kaluar, kështu që ky projekt ligji ka plotësuar gjitha parakushtet që të sillet në seancë plenare dhe unë ftoj kolegët deputet që në rastin e parë të mundshëm, kur t'jenë numrat, ta votojnë. Faleminderit. Tash jo rradha deputetëve Sali Saliu, në emër të Partisë Social-Demokrate. Partia Social-Demokrate ka shqyrtu këtë projekt ligj dhe aty është po domethënë se projekt ligji tani përmban të gjitha dokumentet që duhet i ketë një dokument për shqyrtim për leximin e parë. Është edhe dokumenti nga Ministria Përkatëse për implikime buxhetore, mandej është komplet memorandumi shpjegues që tregon qartë për nevojën e ndryshimit të këtij projekt ligji, sepse që nga bërja e këtij ligji nuk ka pas ndonjë ndryshim, ndërkaq shumë direktiva të BE-s në raport me ndotjen e ajrit kanë ndryshuar dhe ne konsiderojmë se është bë mirë që ky projekt ligj po plotësohet, po ndryshohet për arsye se ka nevojë mbasi kemi një ambient mjaft të ndotur. Pra Partia Social-Demokrate do të përkrahë në parim këtë projekt ligj dhe në mes të dy leximeve do të hapi kontributin tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë, tani rradha e deputetëve Andin Hoti. A ke kërku fjalën se këtu të ka dalë emri? Po, kryetar, faleminderit në emër të grupit parlamentar. Në emër të grupit parlamentar, kërkoj falje. Hajdari e ka marrë krejt po flet në emër të grupit tash. Ton tash. Jo, Andin. Për ndotjen e ajrit në emër të grupit parlamentar, faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar. Edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e ka shqyrtu këtë projekt ligj në Komisionin e Përbujqësi. Mirë po ne kem shqyrtu dhe kem ngritë zonin edhe herë tjera, sepse mbrojtja e ndotjet nga ajri nuk është temë e sotit, është temë që na shqetëson që një kohë gjatë, është temë që fatkeqësisht e ngrisim zonin në këtë kohë, në muajt dhjetor, janar, shkurt, kur veç ajri bëhet i papranueshëm në Kosovë, sidomos në Prishtinë. Prandaj ne kemi dhënë kontributin tonë në komision, do të vazhdojmë të japim kontributin tonë në Komisionin për Bujqësi, aty ku jam edhe unë. Dhe i ftoj kolegë deputet që mos të vonohemi me këtë projekt ligj, i ftoj që ta votojmë sa më parë, i ftoj që ta harmonizojmë, ta kryjmë sa më parë edhe të marrim masat e duhura për mbrojtjen e ajrit që po shqetëson gjithë qytetarët e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zotri Hoti, në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj. I nderuari kryetar, nuk ka ndryshim, edhe Aleanca e ka shqyrtu projekt ligjin, po ajo që duhet të them është se është një projekt ligjeve ndoshta më të rëndësishme. Ju i dëgjuat edhe kolegët Saliu dhe Hoti. Unë duhet njoftoj kuvendin se komisioni ynë do të krijojë një grup punus dhe do të harmonizojë tekstin e këtij projekt ligji dhe do të provojmë që ta bëjmë më të mirën të mundshmen dhe do të përfillim edhe kërkesat e kolegëve të tjerë, deputet nga grupe tjera parlamentare, që do të mrinë në komision në mënyrë që ta hartojmë ose ta prodhojmë një ligj që i përshtatet nevojave të Kosovës, kjo duke pas parasysh edhe situatën as pak të favorshme me ndotjen e ajrit në Republikën e Kosovës. Edhe grupi parlamentari i Aleancës do të japë mbështetjen lexim të parë këtij projekt ligji dhe vërejtjet do t'i paraqes midis dy leximeve. Faleminderit. Faleminderit shumë, atëherë nuk ka deputet më, paraqitur edhe kjo pikë e rendit ditës, pritet për momentin kur bën 6:01, jemi në procesin e votimit. Shqyrtimi i parë i projektit për peticionin Komisionit Funksional për Drejtat e Njeriut e ka shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendit ka rekomanduar për mos miratim. Zonja Albolena Haxhiu si propozuese, në cilësinë e propozuesit nuk është, ne kemi rregull sikur nuk ka propozuesi ose sa autorizon dikon, atëherë në atë moment e të rjekum nga rendi i ditës për sot. Kjo është, po e largojmë, jemi në proces votimit. Kisha ptu grupet parlamentare të rasin deputet,
kemi votim se më nuk kemi pika në shqyrtim, janë gjitha në votim. Ziles ju lutëm, që se ka mundësi administrata edhe njëjtën ku t'i thrasëm edhe nga PIP-ja, kolegë kryetarët e grupe parlamentare edhe nga ose në qofse momentalisht me ndoni mbarit kjo nga kryetarët e grupe parlamentare konsultim, mundëm t'a bëjmë edhe pauzën, pastaj t'bim një kohë caktuar, tash po e shohëm. Thirrni deputet ju lutëm. Kryetarët grupe parlamentare, mundësisht janë 60 deputet dhe 2 deputet na duhen. Kisha lu deputetet cilët janë aktualisht afer, Najt Asani kthehet për 3 minuta, se pat një takim institucional edhe vetëm merr leje edhe kthehet. Të nderuar kolegë deputet, 63 deputet janë sallë, ju kisha lutë vëmendje,
Unë do të lëvizi në për pika të rendi ditës, vetëm vëmendje kur shkojnë nga tos, do të thotë për arsye se në radhitjes e kam të imponuar të lëvizi në bazë pika të rendi ditës një radhitje cilën e kam baron. Jemi në pikën e 12. Shurtimi i dytë i projekt ligjit numër 06L079 për eficiencë të energjisë. Komisionet parlamentare kanë shqyrtuar projekt ligjit dhe kuvendit i kanë rekomanduar miratimin e tij me amendamentet e propozuara. Ftoj kryetarin e komisionit funksional, zonën Shala të arsyetojë rekomandimin, e ka arsyetuar. Janë 39 amendamente, gjitha janë me përkrajnë e komisionit funksional. I qesë për njerë votim, a ka dikush kundër 39 amendamente? Abstenim? Kalojnë 39 amendamente. Regjia dhe deputetet përgatiten për votim në mënyrë elektronike, votojnë tash. Pikën 12. Gjashtë e 2 deputet kanë votuar, 54 për, 8 abstenime. Kuvendi e miratoi ligjin numër 06L079 për eficiencë të energjisë. Jemi pikën e 13, shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për lirinë dhe asociimit në organizata jo qeveritare. Komisionet parlamentare kanë shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendit i kanë rekomanduar miratimin e tij me amendamentet e propozuara. Komisioni funksional është në rregull, janë 37 amendamente, i votojmë gjitha bashkarisht. I kësha lutë, nëmën të komisioni funksional nuk kemi kërkim fjales, jemi në votim, 37 amendamente. Nëmën më falë, zonja Shqipe, kemi të bëjmë me projekt ligj. Nëmën të komisionit funksional mund të fletë, jemi në leximin e dytë. S'mu je fos debat, veç që se insistoni shumë. Cilin amendament? Edhe pse ma herët se keni diskutu, po na keni... Jo, na marrëm veç material në cilin kemi këtë, po urdhro zonja deputete, pastaj edhe kemi kryetarin komision funksional. Urdhro, zonja deputete njerë, pastaj kryetari komisionit funksional. Shqipe Pantina. Në fakt, ndoshta rradha është që kryetari komisionit ta lexoj raportin, po janë të paktën 2 nene të cilat edhe në komision kemi pas votim, ndonse i ka kaluar komisioni, ka pas edhe vot kundër. Prandaj unë edhe këtu, të paktën për një nen, kërkoj që të mos votohet. Është fjala për amendamentin numër 12, i cili kërkon... Zonja deputete, vetëm e specifikon se onë muja daj. Kështu ashtu e çdo herë mundi me nda edhe kur po i e vendosin votim cilin doni e ndani jo. Urdhro. Okej, atëherë unë kërkoj që amendamenti numër 12 t'hidhet në votim edhe për edhe kundër, sepse edhe du të arsyetoj pse unë mendoj se ky amendament duhet votohet kundër. Është fjala për t'i gjobitur organizatat jo qeveritare të cilat nuk dorëzojnë me kohë raportin të zyra e regjistrimit të OJQ-ve. Qeveria ka propozuar një gjob, por komisioni e ka dyfishuar shumën e kësaj gjobe. Tani ndonë se në dukjet parë, kjo duket krejt një çështje teknike, unë mendoj se është nuk i sjell as një dobi, as zhvillimit të demokracisë, e as vërjes në funksion dhe në kontrol të nëse mendojmë se kemi kaos brenda OJQ-ve, por mund të ketë të jap shenja negative. A ka mundësi të ndërhy për hir të korreksis? Masi ju e keni vrejtë në amandament caktuar, momenti kur e shkojmë votim të ati, unë i vej dosi gjithë, pastaj arsyetu ti e unë e vez në damas votim. Okej, edhe ashtu bënë, po në doja të arsyetoja tani, mase mora fjallin për në regull, për mu s'ka problem. është ma mirë për ju, e kam për ju, se për mu është do t'ishtë ndoshta ma mirë dhe tash, po ma mirë për ju, i vedison deputetet dhe pastaj ata votojnë mas fjales juj. Në regull. Atëherë një deri në 37, pa amendamentin e 12.
do t'i vej votim gjitha bashkarisht janë me përkrajnë e Komisionit Funksional. A ka kundër? Abstenim? 36 amandamente votuan për njëherë me shumicën e vota për 63 deputet. Tani të amandamentin 12, Komisioni Funksional e ka sjell amandamentin, por ka reagim deputetëve, dëshiron pse me votu kundër zonja Shqipe Pontina. Ordro. Faleminderit, pra si që fillova të arsytoj, ndonë se duket parë që duket një çështje teknike, por gjobitja vetëm e OJQ-ve, sepse ato nuk po i dorëzojnë me kohë raportet, mund të mirret edhe zakonisht, vlerësohet si tendencë për të disiplinuar dhe të kontrolluar sektorin jo qeveritar. Një nga arsyetimet që është përmendur në komision është numri madh i OJQ-ve të regjistruara e të cilat në praktik nuk janë funksionale. Numri madh i organizatave jo qeveritare në secilin shtet konsiderohet si vlerë. Tani, a janë funksionale në bazat të përditshme apo jo, është çështje e vetë organizatave dhe arsyeve pse ato ekzistojnë. Një gjobitje e tillë në dukjet parë mund duket që nuk ka asnjë ndikim, por siç thash tregon një tendencë të shtetit, të organeve të shtetit për t'i kontrolluar ato. Ne qeveria edhe në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare që kanë marrë pjesë në hartimin e këtij ligjit, kanë rënë dakord që të ketë një lloj ndëshkimi, por dyfishimi i shumës, do thot rritja nga 150 në 250 dhe nga 40 në 80, mendoj vetëm se shpreh një tendencë për t'i kontrolluar ato. Prandaj ndonë se unë jam parti opozitare, po kërkoj që të mbetet në fuqi propozimi i qeverisë, e cila ndukje do t'ishte absurde, se zakonisht duhet jenë partit e koalicionit qeverisës ato që mbrojnë qëndrimin e qeverisë, por në këtë rast ne jemi dakord me propozimin e qeverisë e jo me propozimin e komisionit. Faleminderit. Faleminderit. Kjo është, jo, do të shkojmë votim për arsye se edhe kështu s'mu ndërhyjmë. A dëshironi me folës atër grupet, me gjithse kjo në princip, na nuk muj amandamentojmë kur gjithë se ka sjell Komisioni Funksional, kjo veç shkon formalisht votim, po masi po doni publikisht urdrani. Memli Krasniqi, urdro. E mbështesim propozimin, do ta votojmë kundër amandamentin, në mënyrë që të mbetet ashtu siç ka ardhur propozimi i qeverisë. Faleminderit. Po, kryetari Komisionit në fund do ta jepi fjalën në fund. Daut Haradina Nementakës. Faleminderit kryetar, plotësisht pajtohem me deputetin Pantina, vetëm se duhet ta kemi të qartë pse është ka kërkohet raportimi, sepse nuk duhet me keq interpretu. Ne kemi me qindra raste organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat financohen me financat e dyshemta. Dhe nuk bëhet fjalë për ata që kanë transparencë, ata nuk rrezikohen në raportim. Kemi dyshime kur ka pas edhe financim në elemente terroriste, kemi ndikim po ashtu fetar, nuk e dim kush i jep ato parë, dhe kjo nuk duhet pasi ndërhyrje në OJQ ose në shoqëri civile, po kjo duhet pa një transparencë financiare e aty në organizatave. Unë jam dakord për vlerën dhe do ta votojmë kundër, por gjithsesi mos harroni, duhet me ishti mrena për mrena ligjit edhe me disciplinua ata zotnit. Kemi me miliona që ju vinë këtu, i hapin organizatat, na i qojnë djemë në Sirije, në dresë malkumat, na i hupin njerëzit, na domtojnë imazhin, dhe ne nuk e kemi një raport financiar se kush e financon ato, ka ju vinë mjetët, cilë o qëllimi tyne, e të tjera, e të tjera. Do ta votojmë për, por mos harroni si qëllimi kësaj ka qenë diçka krejt tjetër. Do ta votojmë propozimin e deputetes Pantina. Faleminderit, kryetari Komisionit Funksional Najt Hasanin në fund edhe shkojmë votim. Vota për kundër, ta shpeshojnë nda, po votoni edhe në bas asaj mbetet si jo vendimarrja ju. Faleminderit kryetar, e kemi vlerësuar në vendimin e qeverisë nenin 29.3, OJQ cila nuk përmbush detyrimin. Në Kosovë kemi mbi 10.000 organizata jo qeveritare, të regjistruar janë, ato që i tha Dautit qëndrojnë gjitha. Dhe ne kemi kërku për organizatat cilët janë pa përgjithshme të ju rritet gjoba. Dhe nuk e kemi rrit gjoba në ashtu që po thot, Shqipja po me gjithat kemi thonë që
150, zëvendësohet me 250 dhe 40 me 80. Kjo nuk është për mi kontrollu organizatat jo qeveritare, po kjo është për mi detyru organizatat jo qeveritare me prezentu raportin edhe të hyrat financiare ka i kanë. Mbi 10.000 organizata jo qeveritare në Kosovë nuk kanë deklarime. Kemi organizata jo qeveritare që kanë krijuar të hyra me miliona euro. I kemi 70 milion euro që kanë kriju këto organizata në korris qytetarëve që kanë marrë pare me kamata dhe në 38%. As kush nuk reagon në këtë forma, po reagojnë që një bankë që është organizatë jo qeveritare, ndash finka, ndash prokreditin, ndash tjetëra plot që janë, që kanë tyra me miliona, 70 milioni kanë pare të gatshme që amiku është i kriju për tyne, edhe i kanë 150 milion kredina i kanë, edhe tash kërkojnë me 250 euro nuk po muna mi paguna edhe po na kontrolloni neve. Kjo është absurde e kohës, absurde deputetëve cilët kërkojnë të kthehen në organizata qeveritare, jo qeveritare. Shkojnë në votim, pa nderë qëndrimet janë t'jujat, amandamenti 12, projekt ligji për lirinë e asociimit në organizata qeveritare, votojmë mënyrë elektronike. Mënyrë elektronike, regjia deputetet përgatit Dardan. Zma si shkojmë mënyrë elektronike se për shë mundet për një vot me pas dallim. Përgatitemi për votim, votojmë tash. Ndale edhe jarë dhe votimin, ju lutem, vetëm pak kisha pas dëshirë për koreksi, one po mundohem që 20 minuta jemi në këtë pikë edhe në fund pyetët çka po votohet. Veç nuk është korrekte. Po votohet amandamenti 12, cilën e ngriti Shqipe Pantina si problematik, po votohet për kraja komisionit funksional, ose kundër për kësajt komisionit funksional. Shqipe Pantina foli, Dautaradina i foli, amandamenti 12, Najit Hasani foli. Votimi është i juji. Kisha pas dëshirë koncentrim. Atër komisionit foli Najit Hasani. Votojmë tash. Atëre 63 deputet kanë votuar, 5 për, në 24 kundër, 14 abstenime, do të thotë nuk kalon, i bjen kështë nuk kalon. Nuk kaloj. Ose është kjo gjendja cila është. Vetëm pak një konsultim. Shkojmë votimin e ligjit në tënësi. Votojmë tekstin e projektit në tërësi me amandamentet e miratuara. Regjia dhe deputetet përgatitet për votim, votojmë tash. Gjashtë 3 deputet kanë votuar, 60 për, 1 kundër, 2 abstenime. Komendi miratoi ligji nr. 06/023 për lirin asociimit në organizata jo qeveritare. Jemi në pikën e 14, shqyrtimi i dytë i projektit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 05/L132 për automjete. Komisionet e kanë shqyrtuar projektin dhe komendit i kanë rekomanduar miratimin e tij me amendamentet e propozuara.
Komisioni për Bugjet dhe Financa nuk e ka përkra amandamentin numër 1, të propozuar nga Komisioni Funksional dhe ka rekomanduar që i njëti të hiqet. Komisioni për Integrim Evropiane nuk e ka mbështetur projektligjin dhe amandamentet e propozuara nga Komisioni Funksional. Zonja Shala, Berisha, Shala, e ftoj për arqëtime e raportit me rekomandime. Faleminderit kryetari i Kuvendit, nderuar kolegë dhe kolege deputet, zoti ministër dhe ju të pranishëm. Komisioni ka vlerësuar se projektligji numër 06 thyje L 064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 viz L viz 132 për automjete në bazë të raportit të vet amandamentues të datës 2 dhjetor 2018 dhe në bazë të raporteve të komisioneve të përhershme me 16 dhjetor 2018 vendosi që Kuvendit t'ja paraqes këto rekomandime janë gjithsejt janë 4 amandamente. Ky plotësim ndryshimi këtij projektligji ka ardhur si iniciativë e deputetit zotit Mergim Lushtakut, cilin e falenderoj, ka qenë pjesë e grupit punus dhe i kemi gjithsejt 4 amandamente. Unë kërkoj zoti kryetar që amandamentet të vijen në votim një për një dhe të shohim le të vendos seanca se si do të votoj për këto amandamente. Faleminderit. Faleminderit. Janë 4 amandamente të propozuara. Amandamenti numër 1, Komisioni me përkrajnë Komisionit Funksional, urdhëro zotëri Dardan Sejdiu. Vetëm pak, Dardan, mas i po flet për amandamentin. One po shkoj një nga një pi votoj se po e shoh si ka probleme. Për ligjin përgjithësi po flas. A përgjithësi? Atëherë mirë, urdhëro. Ju faleminderas shumë. Kështu, qëndrimin e Partisë Socialdemokrate e kemi shpreh në 2 seancat Kuvendit në komision dhe jemi kundër amandamentit i cili e heq kufizimin e vjetërsisë apo si me thonë e rrit kufizimin e vjetërsisë për importin e veturave. Rrjedhimisht për ju informoj që në këtë ligj nuk marrim pjesë në votim. Ju faleminderas. Faleminderit, a shkojmë urdhë? S'merrni pjesë votim, s'ka korum, mos me marr pjesë votim. Atëherë më vjen keq po e shty. Shqyrtimi i dytë i projektligjit për produktet të ndërtimit. Jam duke i kryer shqyrtimet dytë projektligjeve nëse e keni vërejt, pika 15. Komisioni parlamentare ka shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij me amandamentet e propozuara. Komisioni për drejtat e interesat e komunitetit për këtim nuk e ka shqyrtuar raportet me amandamente brenda fatit e parapar me rregullore të Kuvendit. I kemi amandamentet 1 deri në 32 nëse s'ka reagime, unë po shkoj pi votoj gjitha për herë. Amandamenti 1 deri në 32 bashkërisht, kush është kundër? A ka abstenim? Votohen gjitha amandamentet 1 deri me 32, 63 deputet janë në sallë. Votojmë në mënyrë elektronike tekstin e projektligjit në tërësi me amandamentet e miratuara. Votojmë tash. Po shkojmë edhe një votim se nuk ka dhe kështu, s'mu i konstatojmë. Nderuar kolegë deputet, përgatiten për votim, projektligji në tërësi me amandamentet e miratuara votojmë tash. Tre deputet kanë votuar, 55 për, 8 abstenime, asnjë kundër. Kuvendi miratoi ligjin numër 06L033 për produktet të ndërtimit. Jemi në votimin e shqyrtimi i parë i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit
pika 8, numër 03-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës. Debati ka përfunduar. Kene parasysh qarim procedural. Duhen të paktën 61 vota për dhe 11 vota nga komunitetet. A shkojmë votojmë me dorë për t'i daluar komunitetet? Për arsye se do të dalohen 11 vota duhet t'je nga komunitetet. Kemi edhe në listë votimit pastaj, e marëm saksisht. Hajde shkojmë në listë votimit, mënyrë elektronike, pastaj konstatimin e bëj pasi administrata ma sjell listën e votimit. Përgatitemi për votim, shqyrtimi i parë i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 03-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, pika 8, votojmë tash. Janë 28 deputat kanë votuar, 25 për, 3 abstenime, por është ajo që nuk e plotson kuotën. Po, ordra, zotëri Veton. Kryetari edhe njerë ka nevoj shumë për sërim për këtë projekt ligj, për shkak që grupi parlamentar 6+ nuk ishte në kohën e sërimit nga kryetari Komisionit Funksional se për çka po votojmë. Domethënë, çështja është kryetari Komisionit Funksional zotin Nejt Tasone sëroj që është propozim për krahën 2 data, njëra datë e komunitetit serb dhe njëra datë e komunitetit egjiptian. Dhe mbetet diskutabile njëra prej datave që ka propozu komuniteti serb. Kështu që na u dakordum që në mes 2 leximeve me u dakordu prap me qenë një datë që mune me qenë kompromis. Ndërsa 6+ nuk po e kupton që domethënë është mirë me u sqaruar dhe një kryetari komisionit se për çka po bëjmë fjalë. Problemi është që nuk ishin prezent dhe tani ndoshta ka nevojë një sqarim shtesë dhe kisha kërkuar mirë kuptimin tuaj që mos humbet kjo mundësi e cila gati 3 vite që është në përpjekje për me u bë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëre kryetari Komisionit Funksional, të lutem, zotëri Najt. Faleminderit kryetar. Ne kemi kalu ligjin në parim, kemi kërku që seanca ta miratojnë parim projekt ligjin për festat zyrtare, edhe pasandaj do të kemi mundësinë plotësimin, ndryshimin dhe amandamentimin e projekt ligjit. Çështja është, edhe nëse nuk duhem ta kalojmë, ne nuk mund ta heqim këtë kohë asnjë datë, asnjë festë, por ne duhet amandamentojmë më të tjekë datat cilët janë propozuar. Prandaj, festa zyrtare që kërkuan nga komuniteti egjiptian dhe nga komuniteti serb duhet kalojnë që të kemi mundësi të amandamentojmë dhe plotësojmë ndryshojmë më të tjerë. Prandaj kërkojnë nga deputetët ta votojnë parim që të kemi mundësi plotësim ndryshimin e mëtejshëm. Faleminderit. Ne jemi në leximin e parë, të jem korrekt me gjithë ju. Deri te leximi i dytë duhet banë shumë debate në mirë që të arrihet një pajtueshmëri e votimit. Kjo është. Votojmë edhe një herë projekt ligjin leximin e parë. Regjia deputetët përgatitemi për votim, votojmë tash. Kjo është numri i deputetëve që kanë votuar, e do ta provoj edhe një herë. Shkojmë në shqyrtimi i parë i projekt ligjit për referendum. Regjia deputet, debati ka përfunduar, regjia deputetët përgatitën për votim, votojmë tash. Është pika 9. Ky është rezultati i votimit, do t'i kthejmë edhe një herë. Po vazhdojmë votime, s'ka pas korum të mjaftueshëm, 52 deputet kanë marrë pjesë në votim. Shqyrtimi, po do t'i sjelli gjitha edhe një herë. Edhe një herë, po i fusë pra me një herë. Pa ka mundësi veç vëmendjen e juj. Përgatitemi në pikën e 8 rendi ditët për festat zyrtare.
Regjia deputetët përgatitet për votim, votojmë tash. Pesë deputet, prap nuk është kvorumi. Shqyrtimi i pari projekt ligjit për referendum, votojmë tash. Pika e 9. Votojmë tash, votoni. Prap kemi një situatë të tillë të njëjtë, 53 deputet. Shqyrtimi i parë projekt ligji për të drejtën ndërkombëtare private. Diskutimet kanë përfunduar. Jemi në votim parim. Shqyrtimi i parë projekt ligjit. Bëhemi bashkë pika 10, votojmë tash. Ky e pati fatin të kaloj, 61 deputet kanë votuar, 53 për, 8 kundër. Kuvendi miratojnë parim projekt ligji nr. 06/101 për drejtën ndërkombëtare private. Kërkojnë Komisioni Funksionale dhe Komisionet e përhershme që në afatin e parapar me rregulloren e Kuvendit ta shqyrtojnë projekt ligjin dhe Kuvendit ja paraqisin raportet me rekomandime. Shqyrtimi i parë i projekt ligjit për mbrojtjen nga dotja e ajrit, diskutimet kanë përfunduar, jemi proces votimit, pika e 6, votojmë tash. Gjashtëdhjetë e tre deputet kanë votuar, 60 për, 3 abstenime. Kuvendi miratojnë parim projekt ligji nr. 06/100 për mbrojtjen ajrit nga dotja. Kërkojnë Komisioni Funksionale dhe Komisionet e përhershme që në afatin e parapar me rregulloren e Kuvendit ta shqyrtojnë projekt ligjin dhe Kuvendit ja paraqisin raportet me rekomandime. Votimi për emërimin e 7 anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore. Procedojmë me votimin për emërimin e 7 anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore në këtë përbërje. Zanita Alimi, Premtim Alaj, Arjeta Miptari, Arsime Mehmeti, Mohamed Qerimi, Bego Kululleri dhe Filko Jovanović. Regjia dhe deputetet përgatite për votim, votojmë tani, tash. Regjia ka problem me votim, proces votimit. A më shkoj me dorë? Votimi për emërimin e 7 anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore. Regjia, a mund të votojmë? Pritni vetëm pak, ju lutem përgatitni për votim, pika e 4, votojmë tash. Ky është rezultati i votimit, 38 deputet nuk ka kvorum. Votimi për shkarkimin e zotërit Shqipërim Pula nga pozita e anëtarit të Bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Pika e 5, votojmë rekomandimet e Komisionit Funksional. Regjia deputetet përgatite për votim, votojmë tash. Po ashtu edhe ky votim, i kthejmë edhe një herë gjitha, edhe një herë, vetëm të shkojmë me rend. Shqyrtimi i propozimit mendimit për caktimin e kompenzimit për një anëtar të Komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 anëtarëve të Komisionit për verifikim dhe vendosje për prona. Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar kërkesën e Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të
pronës për caktimin e kompensimit për 1 antar të komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 antarëve të komisionit për verifikim dhe vendosje për prona dhe kuvendin i ka paraqitur propozim vendime në emër të komisionit nuk është për buxhet dhe financa, grupet parlamentare apo shkojmë drejt Sonja Safeta Adërgjone, po ordro. Faleminderit kryetar, nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet. Ligji numër 05 L010 për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës përcakton se kuvendi emëron 1 antar të komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 antar të komisionit për krahasim dhe verifikim të pronës, të cilat me datën 30/3/2018 janë emëruar nga kuvendi. Lidhur me pagesën e tyre, ligji i lartë përmendur ka rregulluar se të njëjtit aktivizohen në punë sipas nevojës dhe paguhen për sesionet e mbajtura. Mbi këtë bazë, mesligji për paga ende nuk është miratuar, Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës i ka dërguar një shkresë kuvendit, ku kërkohet që të caktohet pagesa për 1 antar të komisionit për kërkesa pronësore dhe për 2 antar të tjerë të komisionit për krahasim dhe verifikim të pronës, të cilët i ka emëruar kuvendi. Komisioni për Buxhet dhe Financa në cilësinë e komisionit funksional është ngarkuar të shqyrtojë kërkesën e Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës dhe si rezultat komisioni ka caktuar një grup punues i cili ka analizuar kërkesën, ka bërë krahasimet me nivelin e kompenzimeve të agjensive tjera të pavarura dhe duke pasur parasysh nivelin e punës dhe përgjegjësinë me qëllim të aktivizimit të tyre në punë dhe deri në miratim të ligjit për pagat, komisioni ka propozuar kuvendit që me vendim të caktoj nivelin e kompenzimeve për antarën e komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 antarëve të komisionit për krahasim dhe verifikim të pronës si në vijim. Antarët e komisionit për kërkesa pronësore të emëruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës ti caktohet kompensimi në shumën prej 700 euro bruto në muaj për një sesion të mbajtur. 2 antarëve të komisionit për verifikim dhe vendosje për prona të emëruar nga Kuvendi i Republikës Kosovës ju caktohet kompensimi në shumën prej 700 eurove bruto në muaj për secilin antar për një sesion të mbajtur. Kompensimet për antarin e komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 antarët e komisionit për verifikim dhe vendosje për prona, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij rekomandimi, paguhen në shumën më së shumti për pjesëmarrje në 10 sesione brenda një viti. Niveli i kompenzimit për antarin e komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 antarët e komisionit për verifikim dhe vendosje për prona sipas pikës 1 dhe 3 të këtij rekomandimi bëhet nga buxheti i Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës dhe zbatohet deri në miratimin e ligjit të përkatës për paga. Ftojmë deputetët të bëjnë miratimin e këtij propozimi të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Faleminderit. Faleminderit, e kemi një rekomandim, a shkojmë drejt në votim, se s'ka të lajmëruar, përgatitën për votim. Regjia deputetët përgatitën për votim, komisioni e dha fjalën e vet. Me votu bas propozimit komisionit, votojmë tash. Me 62 vota, 54 për, 8 kundër, kuvendi e miratoj vendimi për caktimin e kompenzimit për 1 antar të komisionit për kërkesa pronësore dhe 2 antarë të komisionit për verifikim dhe vendosje për prona. Kështu, do t'ju pës, a shkojmë votim të fshat, para edhe njerë po vutim votim këto, pastaj jemi në votimin e fshat, pikën 17. Okej, shkojmë edhe njerë, shqyrtimi pari projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 03-064 për festa zyrtare në Republikën e Kosovës është pika e 8. Është e treta herë si e vendosin votim, votoni tash. Gjashtë 3 deputet kanë votuar, 55 për,
3 kundër 5 abstenime. Kuvendi e miratoi parim projektit numër 06L083 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 03L064 për festa zyrtare në Republikën e Kosovës me një kusht. Administrata e shiqon kushtin 11 vjet. A kanë votuar minoritet, komunitetet, ngarkon Komisioni Funksionale dhe Komisionet e Përhershme që në afatin e paraparë me rregullorin e Kuvendit ta shqyrtojnë projektin dhe Kuvendit t'i paraqisin raportet me rekomandime. Momentin se o plotësuaj kusht ky vendim hym fuqime njerë, shqyrtimi i pari projektit për referendum, pika 9 votojmë tash. Shkojmë edhe njerë në votim 56 deputet. A shkojmë edhe njerë në votim? Betëm kësha pas dëshirë mos maltretohem që sa vendim mos me votu, pak të në mos shkojmë me maltretu. Ka të bëjmë me referendum që da qështet janë thjeshta, nuk ka asgjë të komplikume këtë as politike. Shkojmë votim, votojmë tash. Për referendumin jemi. Kjo është fati i këtij projekt ligji, 55 deputet, s'po mëni arrin qashtëne. Votimi për emërimin e 7 anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore, i përmenda emrat më herët, janë 7 anëtar. Komisioni votojmë tash. Po ashtu edhe kjo numri deputetëve është shumë i vogël. Votim, a shkojmë edhe pikën e 5 për shkarkimin e zotrit Shqiprim Pula nga pozita antarit bordit autoritetit regulator komunikime elektronike dhe postare. Regjia deputetet, votojmë rekomandimet e Komisionit Funksional, votojmë tash. Edhe kjo nuk ka arritur të merë numrin e nevojshëm votav. A dëshironi nderuar kolegë deputet? A dëshironi të futemi në votime të... Edhe pak, i kemi edhe disa raporte, a jenë 61 deputet. Shqyrtimi i raporteve, a ka mundësi të kam vëmendin e juj? Referendumin, a jeni gjithë bashkë? Atere, referendumin edhe njerë. Pregaditemi për pikën e 9 votimit, kërkesë e deputetve kine parasysh seancë, votojmë tash, pika e 9. Gjashtë e një deputet kanë votuar, 29 për, 6 kundër, 6 abstenime. Kuvendi miratoi në parim projektit numër 06L096 për referendum, ngarkon Komisioni Funksionale dhe Komisionet e Përhershme që në afatin e parapar me rregullorin e Kuvendit ta shqyrtojnë projektin dhe Kuvendit ja paraqisin raportet me rekomandime. Ja s'keni fare koncentrim, a ka mundësi, a dëshironi me
pauz, a dëshironi me shty? Atëherë në ora 15, po e shot gjitha grupet parlamentare kështu më thënë, e vazhdojmë seancën parlamentare sot, në ora 15. Pauzë.